jam e ku jam. S'kam qa të bëj tani. Pa heq pa këto. Në dyshen e fuqishme të higjienës së visave është soda dhe limoni ose soda dhe uthulla. Por, kemi këto kapsulat që vendosim për larjen e robave. Këtë marrë dhe dylbit e mia. Ja, ti largojmë pak këto të tjera? Po, ja, e lëm këtu. Me qënë se aty nga skuqa e tepërt ka spërkatje me yndyrë, do të tregojmë tani një mënyrë sa të vëzij dhe karota, që ta shkëpusim pak vëmendjen dhe do të kalojmë tek receta tjetër. Kemi dhe një recetë tjetër, kështu që mos u largoni për ta ndjekur dhe të mësojmë një truk në gatimet tona. Soda edhe limoni janë një dyshe shumë e mirë për të pastruar. Sidomos Kam një pastrim të duhur, sepse edhe këtu, rreth e rreth që është nga pikat e vajt. Po, pikat e vajt dhe yndyra. Është shumë e mirë i njëjti veprim që unë përdora, mund të vendosim edhe longun tjetër sërish dhe vendosim tek pecetat. Tek pecetat, për njollat. Sodën, po. Sodën kuelash, detergjendi, pa tjetër, sepse të nuk e mbajmë në kuelash, edhe i keni bor të bardha sërish. Ne kemi thënë 4-5 lloje, mënyra të ndryshme për pastrimin e tenxhereve, të pecetave, por asnjëherë nuk pushojnë, po. Sobave, pjanurës, pra siç po përgatisim tani. Pra, e lë shumë pak dhe e pastroj Ky qëllimi që të me mos një lihet leckë të pambukt. sepse soda thahet, edhe lë ato njollat e veta pastaj mezi pastrohet. Dhe direktja. Njollat e bardha. Shiko si e bën xham fare. Mos bëni gafën që të meni leckën, të meni direkt pa marrë leckën, ta pastroni, sepse nuk do t'ja u pastroj. Vetëm mbas leckës, të pambukt, ja, qidhe duart, dhe vësërisht, Tani punojmë qetë. ja, edhe me krenari, biles. Me bizelet. Dhe me krenari. Në ndodh shpesher dhe kur gatuajmë në shtëpi që duam ta kemi atë ambientin kështu të pastë, pavarësisht shumica e lë për në fund, dhe nuk është asnjë gjë e keqe që pasi të kemi mbaruar komplet me gatimet, pastrojmë pjanurën dhe ambientin.